Një muaj suspendim e pastaj edhe me ka shkëputur kontratën e punës. Në vendim, thuhet kënë se në për deklarata në media, unë kam fyrë, kam kërcnuar dhe kam bërë krahasime që menaxhmentin e kam konsideruar me figurat të ndryshme. Tash e 16 vite, Valdete Shabani është pjesë e ndërmarrjes Trepqa, ndërsa në këto 3 vitet e fundit ajo është përballur me ndrim të opozitës në disa vende duke e detyruar që të punojë edhe në Artan. Ndërsa së fundmi ajo është suspenduar nga puna, siç thot nga menaxhmenti i ndërmarrjes për arsye të intervistave që i ka dhënë ajo nëpër mediume të caktuara. Se për çfarë bëhet fjalë më konkretisht, do të flasim me Valdetën tani. Unë jam Valdete Shabani, jam punëtore e ndërmarrjes Trepqa, tani e 16 vite. Ashtu siç jeni të njohur, tani e 3 vite unë në ndërmarrje vazhdoj të përballem me disa padrejtësi që menaxhmenti i ndërmarrjes Trepqa i ka bërë ndaj meje, ku për një periudhë të shkurtë mund të them se mi ka bërë 4 transfere të punës, duke më dërguar edhe një largësi nga shtëpia 110 km shkuarje ardhje. Duke hasur në gjitha këto padrejtësi, unë e kam marrur si mendim që ankesat e mia të shfaqe edhe para shumë mediave dhe duke u bazuar në këtë, ndërmarrja ka bërë një hakmarrje ndaj meje, ku me ka suspenduar me një muaj suspendim e pastaj edhe me ka shkëputur kontratën e punës. Periudha në këto 3 vite ka qenë shumë e rëndë, aty jam përballur me shumë sfida, ku edhe kam pasur edhe një rast të lëndimit, i cili rast i lëndimit ndërmarrja është munduar ta fshi se më ka ndodhur ato, por inspektoriati ka dalur me një gjobë duke i gjobitur ata. Tani për tani, më është shkëputur kontrata e punës dhe jam në procedurat ligjore duke i ndjekur. Do të thënë, ju po thoni që i gjithë ky transferim juaj nga një vend në tjetrin është bërë për hakmarrje, por nga kush? Po, të gjitha këto janë bërë si një shenjë hakmarrje, sepse menaxhmenti i Trepqës asnjëherë nuk ka pasur ndonjë dëshmi që unë kam bërë ndonjë, si të them, ndonjë keqpërdorim në punë, por ata janë thirrur në këtë pse unë kam dalë në media, pse i kam shfaqur padrejtësitë që janë duke ndodhur në ndërmarrje, si për mua ashtu edhe për shumë punëtorë tjerë, dhe kjo shenjë hakmarrje ka ardhur pikërisht nga kryeshefi Faton Ahmeti, nga Komisioni Disiplinor i Ndërmarrjes, i cili përbëhet nga Arjanit Voca, që është kryetari i komisionit, dhe anëtarët Sami Latifi dhe Mustafa Slani. Po ashtu, ankesat që i kam ndërzuar tek ndërmarrja, tek Komisioni i ankesave, që përbëhet nga Albina Fazliu, Fatmir Hyseni dhe Besim Gjemali, asnjëherë nuk janë marrur parasysh, por ata kanë anuar gjithmonë nga vendimet e kryeshefit dhe të komisionit disiplinor. Të gjithë këta mund të them... Çka shkruhet në arsyetim? Në arsyetim, në vendim, thuhet kënë se në për deklarata në media, unë kam fyrë, kam kërcnuar dhe kam bërë krahasime që menaxhmentin e kam konsideruar me figurat të ndryshme, por kjo nuk është as pak e vërtet, sepse ekzistojnë gjitha deklaratat ku unë e kam thënë vetëm realitetin ndaj padrejtësive që më është bërë në ndërmarrje.